Sallallahu alaihi wasallam thot, kush nuk e lë fjalën e rreme, gënjeshtrat, apo veprën me të, apo ignorancën dhe veprën me ignorancë duke bërë mëkate, Allahu xhalla xhelaluhu nuk ka ndonjë nevojë që ai ta lër ushqimin apo pijen. Na mëson profeti sallallahu alaihi wasallam që qëllimi i agjërimit është njeriu të disiplinohet, të edukohet, të mësojë të frenoj veten ndaj mëkateve, ndaj gjërave e pshore që e dëmtojnë njeriu. Qofshin këto gjëra në raport me njerëzit e tjerë apo në raport me Zotin e gjithësisë. Kështu thot profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith që kush edhe pse agjeron e lë veten pa ushqim dhe pa pije për gjithë ditën, por insiston në gabimet e tij, në mëkatet e tij, në gjunavet e tij, pra nuk e arrin qëllimin për cilin është vendosur agjërimi, rrezikon që mos i pranohet agjërimi, rrezikon që të humbas shpërblimin e agjërimit.